e shpërndava avantazhin tim te 6 të tjerë. Ndarja e krevateve, debati Ilir Kristi. Nga Bajame do e bëj qiqër, fal një avantazhi të fituar në primen e parë, Kristi ndau shtretrit e 3 zbejt banorëve të tjerë. Këto ndarje sollën disa debate në shtëpi, sidomos me Ilirin, i cili nuk ishte dakord të flinte në një krevat me Armirin. Të du banorët patën disa përplasje gjatë këtyre ditëve, ndërsa në prime debati vijoi kështu. Iliri: "Nuk fle dot burr me burr, fjeta si kaçak, po na vat do një krevat mirë do bëni. Unë e di që vëllai i madh është i mirë dhe do më bëj një surprizë, do më bëj një krevat mbretëror, por të fle vetëm, se mos fle me Senon. Kristi është skut, është ujk, jemi në primen e dytë, unë s'kam fjetur në krevat akoma. Ja arriti, edhe unë, edhe Seno." Protestova në mënyrën time. Seno: "Për mua, aq shumë sa jam kënaqur 2 net, unë e kam shijuar. Kjo fal Ilirit, se në çdo situatë nxjerr batuta. Unë e kisha problem ndarjen, i qëndroj disa gjërave që nuk i thyej, si Iliri edhe unë drejt asaj rruge isha. Për Ilirin bëri gabim, duhet t'i jepte një shtrat." Kristi: "Sa i përket zgjedhjes, mendoj se egzageruan, e morën sikur... Mendoj se për disa të tjerë, unë kisha një avantazh, por e shpërdava në she personazhe të tjerë. Nuk ditën ta shfrytëzojnë, nuk din fare nga futbolli, s'ditën ta luajtën, ta shijojnë futbollin për te ekranin, se për të luajtur nuk janë." Ilir: "Nga Bajame do e bëj qiqër, dje e kuptoj që dollëm ne të fituar." Kristi: "Unë nuk e kam lënë fare Ilirin gjatë këtyre ditëve. Mendoj se Iliri ka përfituar shumë, por mund të përfitonte edhe më shumë."